Gjurmët e Qiflikut nuk është thjesht një libër, është një udhëtim në kohë, një rikthim në kujtesë, një përpjekje për të mos harruar. Gjurmët e Qiflikut është një cikël reportazhesh që sjell në jetë historinë e një fshati përmes zërave të atyre që e kanë jetuar atë. Nxënës të shkollës Llambi Mile Qiflik, të udhëhequr nga mësuesja Marinë Loqpyku, u bën kërkues të historisë. Ata trokitën në dyer, dëgjuan rrëfime, regjistruan kujtime dhe i kthyen ato në reportazhe. Ky libër nuk u shkrua në eshtje. Ai lindi nga takime, biseda, intervista, nga dëshira për të dëgjuar dhe për të ruajtur fjalën e brezave. Në këtë rrugtim, komuniteti u bë pjesë e librit. Banorë të vjetër ndan historitë e tyre, duke sjell një nga pasuritë të rrallë shpirtërore dhe historike. Ky libër është një mozaik historish. Libri tregon për mësuesit e parë, si Mihal Pandi, i ardhur nga Korça, dhe të tjerë që vijuan më pas, si Agim Sako, Spiro Mile, Andon Boçe, Llambi Sako, Sotir Koraqe, Trifon Tonku, apo Jorgjie Prifti, e cila gjithë jetën e vuri në shërbim të arsimit. Historia e arsimit në fshat kalon nëpër disa ndërtesa, nga shkolla e parë e thjeshtë tek ajo me plithar e ndërtuar me kontribut vullnetar, deri tek ndërtesa aktuale, e cila vjen të përmirësohet dhe ku rezultatet e nxënësve janë ndër më të lartat. Libri na sjell jetën e përditshme të dikushme, mënyrën e ndërtimit të shtëpive, të ngritura mbi shtylla, të futura në dhe, me mure të bëra nga kallama të thurur e të veshur me vaj. Na tregon për një muze të vogël që lindi nga një kuzhinë dhe u zhduk nga një tërmet. Na flet për besimin dhe bashkëtesën fetare, për një kohë kur njerëzit e respektonin njëri tjetrin përtej dallimeve. Na çon në historinë e naft të Saharit të Zi, që ndryshoi jetën e zonës dhe la gjurmë në zhvillimin ekonomik. Na kujton sfidat e transportit, si siguroi ujë, rëndësia të cilit ishte në zemër të fshatit. Kur vatra e kulturës ishte vendi ku njerëzit mblidheshin, lexonin, këndonin dhe jetonin artin si pjesë të përditshme. Na rikthen në një kohë kur dëshira për arsimin sfidonte varfërinë, kur fëmijët shkonin zbathur në shkollë, por me një etje të pashuar për dije, kur edhe të rriturit mësonin në dritën e kandilit. Ai ruan kujtimet e hapave të parë të dijes të një shkolle të thjeshtë, por me një mision të madh. Na prezanton me ekonominë dhe nuk mungojnë as traditat e gatimit, si pjata e ushqerit. Çdo faqe e këtij libri është një dëshmi. Gjurmët e Qiflikut nuk është vetëm një përmbledhje historish, është një urë mes brezave. Çdo rrëfim është një kujtesë që nuk mund të humbas.
një mënyrë për të kuptuar se nga vi dhe për të mos harruar atë që na ka formuar. Në një kohë kur gjithçka ndryshon shpejt, ky libër na kujton diçka të thjeshtë, se historia jeton vetëm kur rrëfehet.